Horoskopi javor për data 6 tetor deri më 12 tetor 2025. Dashi. Këtë javë e vë në qendër të vëmendjes ambicien tuaj. Marsi, planeti juaj sundues, përputhet në harmoni me Plutonin, duke ju mbushur me një shtytje dhe vendosmëri intensive. Profesionalisht, është koha për të ecur përpara me atë projekt ose ide që keni menduar. E Marta dhe e Mërkura janë veçanërisht të favorshme për të bërë lëvizje të guximshme. Përqafoni rrezikun me siguri të llogaritur. Mërkuri në Peshore ndihmon në komunikimin e qartë, duke përmirësuar negociatat. Në dashuri, Venusi shton një shkëlqim romantik marrëdhënieve të përkushtuara, ndërsa beqarët mund të gjejnë një takim simpatik përmes tubimeve shoqërore. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë tuaj drejt aktiviteteve fizike. Provoni regjime të reja fitnesi për të stimuluar si trupin ashtu edhe mendjen. Mesjava, hëna në binjakët inkurajon socializimin, duke ofruar mundësi për të ndarë ide dhe për të bashkëpunuar. Ndërsa afrohet fundjava, përqendrohuni në relaksim dhe kujdes për veten. Balanconi energjinë tuaj të zjarrt duke përfshirë praktikat e vetëdijes. Besojini instinkteve tuaja këtë javë, dashi, ndërsa kozmosi përputhet për të mbështetur përpjekjet dhe ëndrat tuaja. Demi. Energjia qiellore këtë javë ju shtyn drejt një përqendrimi në vlerat personale dhe stabilitetin. Me Venusin që harmonizohet në shenjën tuaj, theksi është e bukuria, arti dhe estetika. Përmirësimet në shtëpi ose një hobi artistik mund të sjellin kënaqësi. Financiarisht, ndikimi i Mërkurit inkurajon rivlerësimin e zakoneve të shpenzimeve. Një rishikim i buxhetit mund të sjellë kursime të papritura. Në marrëdhënie, sharmi juaj natyror amplifikohet, duke nxitur harmoninë dhe dashurinë me partnerët. Beqarët mund të hasin perspektiva interesante brenda rrethit të tyre. Sa i përket shëndetit, jepini përparësi relaksimit. Kënaquni me një rutinë qetësuese që nxit mirëqenien, siç është yoga ose meditimi. Hëna në sektorin tuaj të komunikimit në mesjavë rrit diskutimet me miq dhe kolegët, duke nxitur bashkëpunimin. Profesionalisht, rreshtimi së premtes sugjeron përparime në projektet në vazhdim. Mbani një mendje të hapur ndaj zgjidhjeve inovative. Ndërsa vjen fundjava, kaloni kohë në natyrë për të rimbushur energjitë tuaja. Balanconi praktikën me kënaqësinë për një javë të përmbushur dhe të begat, demi. Binjakët. Kjo javë është e pasur me gjallëri intelektuale dhe aktivitet shoqëror. Fal pozicionit të favorshëm të Mërkurit. Aftësitë tuaja të komunikimit janë të larta, duke e bërë atë një kohë të shkëlqyer për negociata dhe rrjedhim. Sa i përket karrierës, idet rrjedhin pa mundim. Megjithse sigurohuni që ato të mbështeten nga një bazë e fortë përpara se t'i prezantoni. Mesjava, perspektiva e një kolegu mund të ndriçojë një rrugë që e keni anashkaluar. Në frontin personal, Venus indikon në sektorin tuaj të romancës, duke shkaktuar shkëmbime dashurie dhe interesa të reja për beqarët. Thelloni lidhjet me partnerët përmes dialogëve kuptimplot. Kërkesat shëndetësore sillen rreth stimulimit mendor. Angazhohuni në enigma ose debate për të qëndruar të mprehtë. Energjia e kësaj jave mund të ndihet intensive. Prandaj ekuilibroni duke lënë mënjan kohë për reflektim të qetë. Çështjet financiare përfitojnë nga vëmendja e kujdesshme në mesjavë, duke zbuluar potencialisht një mundësi fitimprurse. Gjatë fundjavës, rreshtimet planetare favorizojnë udhëtimet ose ndjekjet eksploruese, duke ofruar perspektiva freskuese. Përqafoni kuriozitetin natyror të binjakëve këtë javë pasi ai çon në zbulim dhe rritje. Gaforria. Thellësia emocionale merr vëmendjen qendrore këtë javë, ndërsa hëna, sundimtari juaj, rrit vetanalizën dhe ndjeshmërinë. Energjitë transformuese nga Plutoni ju sfidojnë të lironi modelet e vjetra, duke hapur rrugën për rritje personale. Një sistem mbështetës forcon vendosmërinë tuaj. Besoni miqve ose këshilltarëve të besuar. Në mesjavë, përshtatjet financiare janë të favorizuara. Vlerësoni shpenzimet për të siguruar stabilitetin e ardhshëm. Në sferën e marrëdhënieve, Venusi inkurajon lidhjet ushqyese në shtëpi. Beqarët mund të gjejnë dikë që rezonon shpirtërisht përmes interesave të përbashkëta. Nga ana shëndetësore, ekuilibri është thelbësor. Shmangni angazhimet e tepërta, duke zgjedhur ushtrime të lehta dhe rutina qetësuese. Profesionalisht, kërkoni përpjekje bashkëpunuese në vend të përpjekjeve solo. Kreativiteti lulëzon, veçanërisht në mjediset e ekipit. Ndërsa agon fundjava, kaloni kohë pranë ujit për të rimbushur emocionalisht. Një tërheqje shpirtërore ose meditative mund të ofrojë njohuri të thella. Në përgjithësi, lejoni që intuita të jetë udhërfyesi juaj gafore.
pasi energjitë e kësaj jave mbështesin udhëtimin tuaj të qartësisë emocionale dhe qëndrueshmërisë. Luani. Kjo javë premton ndryshime dinamike si në sferat personale, ashtu edhe në ato profesionale. Dielli, planeti juaj sundues, bashkëvepron në mënyrë harmonike me Marsin, duke ngjallur besim dhe energji. Në punë kapni mundësitë për të udhëhequr. Karizma juaj natyrore do t'i udhëheqë projektet drejt suksesit. Financiarisht, ndikimi i Mërkurit sinjalizon momente të favorshme për investime strategjike. Në dashuri, Venusi thekson pasionin. Idet krijuese për takime mund të rizbulojnë flakët në marrëdhëniet ekzistuese, ndërsa beqarët mund të hasin personalitete magjepsëse. Mes kësaj, shëndeti nuk duhet të lihet pas dore. Ndani kohë si për aktivitete fizike, ashtu edhe për ato mendore që energjizojnë shpirtin tuaj mbretëror. Lidhjet shoqërore lulëzojnë në energjinë e kësaj jave, duke quar në aleanca të fatshme. Në mesjavë, energjitë hënore rrisin aftësitë tuaja intuitive, duke ndihmuar në çështjet personale. Ndërsa java po mbaron, relaksohuni duke u përfshirë në hobi krijuese ose ngjarje që festojnë arritjet tuaja. Balanconi vendosmërinë me empatinë për të maksimizuar rezultatet. Besojini ngrohtësisë suaj të lindur dhe aftësisë udhëheqëse, luani, ndërsa kjo javë përputhet me lavdinë tuaj të gjallë. Virgjëresha. Kjo javë kërkon vëmendje ndaj detajeve, ndërsa yjet theksojnë pikat tuaja të forta analitike. Përdoreni këtë energji për të përmirësuar projektet, duke hapur shtigje për inovacion. Pozicionimi i favorshëm i Mërkurit ndihmon saktësinë në komunikim, duke e bërë atë ideal për negociata dhe nisjen e iniciativave. Në financat personale, tani është koha për buxhetim të kujdesshëm. Një aspekt i anashkaluar mund të zbulojë kursime. Marrëdhëniet përfitojnë nga natyra juaj e bazuar. Angazhohuni në biseda ushqyese për të nxitur mirëkuptimin dhe dashurinë. Shëndeti është në qendër të vëmendjes. Përfshini rutina që përqendrohen në mirëqenien holistike, të tilla si optimizimet e dietës ose praktikat e ndërgjegjshme. Mesjava, angazhimet shoqërore nxjerrin në pamundësitë për rrjedhim, megjithse qëndroni të kujdesshëm ndaj mbingarkesës. Bashkëpunimet profesionale rezultojnë të dobishme, duke u mbështetur në ekspertizën e përbashkët. Gjatë fundjavës, tërhiquni në hapësirën personale për të rimbushur dhe reflektuar. Shëtitjet në natyrë ose ushtrimet medituese rezultojnë rigjallëruese. Shfrytëzoni kujdesin dhe përshtatshmërinë e lindur të virgjëreshës këtë javë për të siguruar jo vetëm detyra, por edhe rritje dhe përmbushje personale, duke hapur rrugën tuaj drejt arritjes. Peshorja. Harmonia mbretëron këtë javë ndërsa Venusi, planeti juaj sundues, rrit prekjen tuaj diplomatike. Ekuilibri në arenat personale dhe profesionale është qëllimi juaj, me një fokus në shprehjen krijuese. Rrjedhimi rezulton i frytshëm, veçanërisht në mesjavë, kur Merkuri mbështet komunikimin bindës. Negociatat financiare favorizohen, prandaj eksploroni mundësitë që i pëlqejnë ndjenjes suaj estetike dhe mendësisë strategjike. Në marrëdhënie, mirësia dhe ngrohtësia nxisin lidhje më të thella. Gjestet e vogla kanë shumë rëndësi. Sa i përket shëndetit, përfshini ekuilibrin në rutinën tuaj. Kombinoni aktivitetin fizik me kohën e qetë për qartësi mendore. Përpjekjet profesionale shkëlqejnë ndërsa bashkëpunimi paraqet shtigje për sipërmarrje dhe partneritete të reja. Qëndroni të sintonizuar me reagimet. Ato ofrojnë njohuri të vlefshme për rritje. Ndërsa afrohet fundjava, përqafoni aktivitetet të kohës së lirë që pasurojnë shpirtin tuaj. Arti, muzika ose ngjarjet kulturore përputhen me energjinë tuaj aktuale dhe ju bëjnë thirrje për kënaqësi. Mbani ekuilibrin në zemër të veprimeve tuaja, peshorja, duke lejuar që diplomacia juaj e hishme t'ju udhëheqë përmes ndryshimeve të lulëzuara. Akrepi. Energjitë transformuese ju fuqizojnë këtë javë, të nxitura nga rreshtimi kozmik i Marsit dhe Plutonit, duke fuqizuar lëvizje të guximshme. Profesionalisht ndiqni strategji agresive, por qëndroni të vetëdijshëm për nivelet e intensitetit në ndërveprime. Ky qëndrim i vendosur nxit përparimet në karrierë. Financiarisht shfaqen njohuri veçanërisht në mesjavë, duke nxitur ndryshime strategjike në investime ose plane kursimi. Në dashuri lidhjet autentike thellohen, ndershmëria nxit intimitetin. Qoftë beqar apo në partner, cenueshmëria ka fuqi transformuese. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj menaxhimit të stresit. Përfshini praktika të mbështetjes si meditimi ose frymëmarrja e thellë. Marrëdhëniet shoqërore lulëzojnë me ndikime planetare që nxjerrin në pa lidhjet pasuruese. Jini të hapur ndaj njohurive të ndara nga njerëz të besuar.
Gjatë fundjavës, energjitë hënore në shenjën tuaj përforcojnë introspeksionin. Lejoni këtë kohë për rilindje personale dhe vendosjen e qëllimeve të reja. Përqafoni aktivitetet të vetëdijes për të shfrytëzuar forcën e brendshme. Këtë javë, akrepi, drejtoni pasionin tuaj drejt rrugëve të rritjes, sepse dinamika qiellore mbështet udhëtimin tuaj drejt ripërtëritjes dhe transformimit të fuqizuar. Shigjetari. Këtë javë shpirti juaj aventuresk shkëlqen ndërsa energjitë kozmike nxisin eksplorimin dhe të mësuarit. Jupiteri, planeti juaj sundues, rreshtohet me Uranin, duke shkaktuar inovacion dhe ndryshime të papritura. Profesionalisht, përqafoni mundësitë që sfidojnë aftësitë tuaja. Shkathësia shpërblehet me përparime të dukshme. Ndjekjet akademike janë veçanërisht të favorizuara, duke nxitur kuriozitetin dhe duke zgjeruar horizontet intelektuale. Në dashuri, optimizmi rrit dinamikën relacionale. Interesat e përbashkëta sjellin gëzim dhe mirëkuptim të ripërtërir. Planet e udhëtimit ose largimet spontane favorizohen në mesjavë, duke premtuar takime të reja. Ndjekjet shëndetësore duhet të përqendrohen në aktivitete të ndryshme që stimulojnë shkathësinë fizike dhe mendore. Aktivitetet financiare meritojnë konsiderat të kujdesshme. Investimet graduale të bazuara në analiza të hollësishme sjellin shpërblime afatgjata. Gjatë fundjavës, tubimet shoqërore ofrojnë ndërveprime freskuese, duke ofruar perspektiva të reja. Lejoni veten të çliroheni nga rutina, zhytuni në përvoja të papritura që ofrojnë rritje. Me yjet në krah, shigjetar, kanalizoni entuziazmin tuaj të lindur në sipërmarrje që fuqizojnë shpirtin tuaj, duke quar në zbulime të përmbushura. Britsjapi. Kjo javë paraqet një kohë për planifikim strategjik dhe vendosmëri. Pasi rreshtimet planetare forcojnë ambicjet tuaja. Ndikimi qëndrueshëm i Saturnit siguron një qasje të bazuar ndaj qëllimeve, ndërsa Mërkuri mbështet komunikimin e qartë në çështjet profesionale. Synoni dialogje të strukturuara dhe prezantime të sigurta për të çuar përpara objektivat e karrierës. Maturia financiare mbetet aleati juaj. Rivlerësoni strategjitë e investimeve për stabilitet të përmirësuar. Marrëdhëniet kërkojnë durim. Ofrimi i mbështetjes dhe mirëkuptimit nxit harmoninë. Beqarët mund të gjejnë lidhje të vjetra që paraqesin mundësi të reja. Nga ana shëndetësore, qëndrueshmëria në rutinë përfiton si mirëqenie mendore ashtu edhe atë fizike. Provoni një disiplinë ose hobi të ri që përqendrohet në qëndrueshmëri. Angazhimet shoqërore në mesjavë zbulojnë mundësi rrjedhëzimi, duke u parafruar me qasjen tuaj metodike ndaj rritjes personale. Gjatë fundjavës ndani kohë për reflektim, duke vlerësuar planet dhe aspiratat afatgjata. Qetësia e natyrës mund të shërbejë si një ndikim restaurues, duke riafirmuar qëllimet tuaja. Përqafoni disiplinën dhe qëndrueshmërinë e lindur të Britsjapit këtë javë. Vendosmërinë e qelik që ju udhëzon drejt arritjeve dhe kënaqësisë së qëndrueshme. Ujori. Energjitë shpikse ju nxisin këtë javë, ndërsa Urani, planeti juaj sundues, rreshtohet në mënyrë të favorshme, duke inkurajuar ide dhe përparime origjinale. Profesionalisht, është një kohë ideale për të eksploruar qasje jo konvencionale, duke aplikuar perspektiva unike në projektet në vazhdim. Komunikimi lulëzon, duke rritur sipërmarrjet në grup dhe dinamikën e ekipit. Në marrëdhënie, fryma juaj inovative tërheq, veçanërisht kur ndani vizione dhe ëndra me të dashurit. Marrëdhëniet këtë javë përqendrohen në përcaktimin e qëllimeve të përbashkëta. Beqarët mund të lidhen me dik intrigues përmes rrugëve krijuese. Ndjekjet shëndetësore duhet të integrojnë regjime të ndryshme, duke synuar ekuilibrin trupor dhe mendjesor. Perspektivat financiare përfitojnë nga strategjitë shpikse dhe zgjidhjet e reja, veçanërisht në mesjavë. Ndërsa afrohet fundjava, kërkoni aktivitete ose ngjarje që stimulojnë kreativitetin, duke i dhënë hapësirë imagjinatës suaj të lulëzojë. Përqafoni kohën me individ me mendje të ngjashme për të shkëmbyer ide, duke nxitur zgjuarsinë. Këtë javë, ujori, lejoni që perspektiva juaj e veçantë të udhëheqë, duke krijuar shtigje pioniere që përputhen me aspiratat tuaja dhe duke kontribuar në rritje të konsiderueshme personale dhe profesionale. Peshqi. Vallëzimi qiellor i kësaj jave rrit aftësitë tuaja imagjinative dhe intuitive, duke ofruar rrugë për shërim dhe kreativitet. Neptuni, planeti juaj sundues, rrit punën e ëndrave dhe përpjekjet artistike. Angazhohuni në aktivitete që lejojnë shprehjen dhe imagjinatën. Profesionalisht dalin zgjidhje inovative për sfidat. Besoni instinkteve tuaja në vendimarrje. Marrëdhëniet lulëzojnë ndërsa Venusi frymëzon thellësi emocionale. Shkëmbimet e përzemërta forcojnë lidhjet.
Beqarët mund të gjejnë lidhje përmes interesave të përbashkëta artistike. Mesjava, vëmendja financiare zbulon rrugë për përmirësime praktike. Harmonizoni shpenzimet me vlerat personale. Sigurohuni që plane shëndetësore përfshin rutina qetësuese, duke balancuar empatin me kujdesin për veten. Ndërsa energjitë hënore kulmojnë gjatë fundjavës, përqafoni introspeksionin. Praktikat meditative ofrojnë qartësi dhe vizion, duke quar në njohuri personale. Tërhiquni në natyrë ose në ndjekje krijuese për të rimbushur shpirtin tuaj. Ndërsa energjitë e kësaj jave shpalosen, peshqit, besoni rrjedhës së intuitës suaj. Angazhimi plot me peizazhet tuaja të ëndrave dhe kërkimet e vizionit zhbllokon shtigje transformuese, duke harmonizuar zemrën dhe mendjen për një jetë harmonike. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.